Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Dita do të sjellë sfida të vogla në komunikim, mund të kesh tensione me një koleg apo partner. Mundohu të qëndrosh i qetë dhe mos reago menjëherë. Mbrëmja është ideale për relaks me miq të afërt. Demi. Energjia financiare është e lartë, një mundësi për fitim mund të shfaqet, por mos vepro pa e analizuar mirë. Në dashuri, je më i ndjeshëm se zakonisht. Mos ki frikë të tregosh ndjenjat. Binjakët. Komunikimi është forca jote sot. Takime, emaile apo biseda të rëndësishme shkojnë mirë. Në dashuri, një surprizë e këndshme nga dikush që nuk e prisje. Kujdes me vendimet e shpejta. Gaforia. Mund të ndihesh pak më emocional se zakonisht. Dita është ideale për reflektim dhe për kujdesje ndaj vetes. Në punë mund të vijë një përgjigje që e prisje prej kohësh. Beso në intuitën tënde. Luani. Energjia jote është e fortë dhe ndikon pozitivisht tek të tjerët. Shfaqet një mundësi për të udhëhequr ose për të marrë një vendim të rëndësishëm. Në dashuri, një takim i rastësishëm mund të ndezë një shkëndi. Virgjëresha. Planifikimi është çelësi i suksesit sot. Organizimi yt do të shpërblehet. Në marrëdhënien personale mund të dalin keq kuptime. Fol hapur, por me butësi. Kujdes shëndetin, sidomos me stresin. Peshorja. Me diellin në shenjën tënde je në qendër të vëmendjes. Shfrytëzo këtë ditë për të bërë ndryshime të rëndësishme. Romanca është e favorshme. Një takim mund të ketë ndikim të madh emocional. Akrepi. Dita mund të jetë pak e paqëndrueshme emocionalisht. Mbaje balancën midis punës dhe jetës personale. Në dashuri është koha të thuash të vërtetën që po mban brenda vetes. Shigjetari. Frymëzimi është i lartë dhe ndihesh i motivuar për të provuar diçka të re. Mund të marrësh një lajm të mirë nga larg. Shkëlqe në biseda dhe marrëdhënie shoqërore. Kujdes vetëm me premtimet e nxituara. Bricjapi. Fokusi yt është tek karriera. Mund të ndjesh presion nga autoritetet apo përgjegjësitë, por mos harro të vlerësosh veten. Në dashuri, distanca mund të sjellë dyshime. Fol hapur me partnerin. Ujori. Dita sjell ide të reja dhe kontakte të frytshme. Një bisedë rastësishme mund të hapë dyer të reja. Në dashuri, gjërat janë më të qeta. Një ditë e mirë për të ndarë mendimet më të thella. Peshqit. Intuita jote është shumë e fortë sot. Mund të ndjesh gjëra përpara se të ndodhin. Në marrëdhënie, je më i përfshirë emocionalisht, ndaj bëj kujdes me xhelozin apo pritshmëritë. Një ndim financiare mund të shfaqet. Horoskopi në Top Albania Radio.